Një paranojak i fiksuar pas ide se mund të pushohet nga puna. Një burr që pi shumë, ajsa në disa raste shoqëruesit e tij kanë pasur vështirësi ta zgjonin. Një nga figurat kyçe të administratës amerikane, i cili të paktën një herë ka mbetur i kyçur në zyrë, ajsa është kërkuar edhe përdorimi i pajisjeve për ta hapur me forcë. Me fjalë të tjera, një rrezik për sigurinë kombëtare, pikërisht nga ai që duhet të ndihmojë për të mbrojtur të tjerët. Ky është portreti që del për Kash Patel, drejtuesi i FBI-s, nga hetimi që i kushton atij numri i fundit i The Atlantic, një nga revistat më prestigjioze amerikane, dhe është një portret tejet negativ. Këtë e dëshmon edhe reagimi i ashpër i vet Patel. Të gjitha janë të vërteta, do të shihemi në gjykat. Merrni bllokun e çeqeve. Edhe shtëpia e bardhë mbron qëndrimin e tij. Duke punuar së bashku me Donald Trump, shpjegon zëdhënësja Caroline Leavitt, Patel ka bërë që kriminaliteti të bjerë në nivelet më të ulta të 100 viteve të fundit. Megjithatë, brenda administratës shqetësimet për Patel dhe prirjen e tij për të konsumuar alkool nuk janë të reja. Të gjithë janë në dieni për dehjet e tij në klubin privat Neds në Washington ose në Poodle Room në Las Vegas, ku kalon një pjesë të fundjavave. Pi aq shumë sa nuk arrin ta fshë në publik gjendjen e tij, deri në atë pikë sa detyrohet edhe të shtyjë takime. Ditët e fundit zbulon The Atlantic, Patel, ndërsa po përgatitej të largohej nga zyra për fundjavë, hasi vështirësi për të hyrë në sistemin e brendshëm të FBI-s dhe reagoi me zemërim. Reagimi i tij i parë ishte paniku. Më pas ai filloi të thoshte nëpër agjenci se ishte pushuar nga puna nga shtëpia e bardhë. Në të vërtetë bëi fjalë për një problem teknik të zgjidhur shpejt, por episodi konsiderohet domethënës për paranojen e tij për të shkarkuar, për mosbesimin ndaj të gjithëve dhe për prirjen për të nxjerrë përfundime të nxituara pa prova të mjaftueshme. 45 vjeçari, një nga figurat më të ashpra të botës maga, ishte zgjedhur nga Trump në krye të një agjencie, me cilën ai ishte përplasur gjatë mandatit të tij të parë si presidenti i Shteteve të Bashkuara për shkak të çështjes Russiagate. Pas emërimit, Patel ka shkarkuar 10 funksionarë të FBI-s që konsideroheshin armiqësor ndaj administratës. Megjithatë, emri i tij qarkullon prej kohësh si një nga të mundshmit për të shkarkuar nga presidenti. Sipas disa burimeve, ai duhet ishte larguar menjëherë pas daljes nga detyrat të ministres së drejtësisë Pam Bondi, së bashku me drejtoreshën e inteligjencës Tulsi Gabbard. Për momentin, Patel vazhdon të qëndrojë në detyrë pavarësisht polemikave dhe kritikave të presidentit. Trump e kishte qortuar publikisht muaj më parë për një video virale ku ai shfaqej duke pirë birrë në dhomat e zhveshjes së ekipit amerikan të hokejit pas fitores së medaljes së artë në lojrat olimpike dimrore. Wall Street Journal ka publikuar një investigim ku detajohen fluturimet shtetërore të përdorura nga Patel për udhëtime private, përfshirë 9 udhëtime në Las Vegas dhe 7 në Nashville, ku jeton e dashura e tij, këngëtarja e muzikës country Alexis Wilkins. Disa prej këtyre fluturimeve dyshohet se kanë ndodhur gjatë një periudhe shutdown, ku punonësit e FBI-s qëndronin në shtëpi pa pagesë. Çështja do të kishte pasur më pak jehon nëse disa vite më parë Patel nuk do të kishte akuzuar paraardhësin e tij Chris Wray për përdorimin e avionëve shtetëror për pushime. Edhe më serioze janë shqetësimet për mosrespektimin e protokolleve në menaxhimin e hetimeve të ndjeshme. I njohur është rasti i vrasjes së aktivistit konservator Charlie Kirk, ku Patel njoftoi arrestimin e një të dyshuari plot 24 orë para se ai të dorëzohej vetë tek autoritetet. Po ashtu, shkaktoi siklet njoftimi i 31 tetorit për një sulm të mundshëm terrorist të parandaluar nga FBI në Michigan, për cilin policia lokale nuk kishte asnjë informacion. Prokurori i përkatës nuk kishte ngritur ende asnjë akuzë formale. Vetëm disa ditë më vonë, pas fazës së parë të hetimeve, një grup të rinj u akuzua zyrtarisht për grumbullim armësh me qëllim kryerjen e një sulmi të frymëzuar nga ISIS kundër ambienteve të komunitetit LGBT. Brenda FBI-s shumë punonjës janë mësuar tashmë me sjelljen e tij të pazakont, që përfshin edhe pakënaqësinë për produktet promovuese të agjencisë, të cilat ai i konsideron jo mjaftueshëm frikësuese. Një pjesë e imi është e kënaqur që ai e shpërdoron kohën në gjëra të tjera, sepse kështu është më pak i rrezikshëm. Por kjo do të thotë, ka deklaruar një burim i agjencisë për The Atlantic, që nuk kemi një drejtor operativ, ndërsa një agent i FBI-s ka thënë se ideja që Patel mund të drejtojë reagimin ndaj një sulmi të mundshëm terrorist e mban zgjuar natën.